Mirëmbrëma të gjithëve, të dashur lider të Aleancës Kombëtare për Integrim, të dashur kryetar Taravari, të dashur kryetar Ali Ahmeti, nderuar deputet Halil Snopshe, miku im, nderuar deputet Irina Ajdari, bartësi i listës, të dashur Paton, nderuar kandidat për këshilltar në Kuvendin Komunal të Tetovës, të dashur banor të Xhepçishtit, Porojit, Drenovecis dhe të Gjermës. Ne në këtë zgjedhje ndodhemi para një kthese të rëndësishme historike. Ne duhet të vendosim se çfarë drejtimi do marrë ardhmja jonë. Në nivelin politik do duhet vendosim ndërmjet servilizmit dhe nënshtrimit, ndërsa në nivelin lokal duhet vendosim në mes të gënjeshtrës, të tradhtisë më të madhe elektorale dhe të një projekti, të një programi, të një vizioni shumë konkret, shumë transparent. E them këtë pasi që para ca ditësh ulëm me bashkëpunëtorët dhe nisëm të analizojmë gjitha ato premtime që u bën para 4 vitesh nga oponentët tonë politik. Me siguri se shumicës prej jush ju kujtohet se u premtua një nënkalim shumë i madh në qendër të Tetovës dhe sot jemi dëshmitar se ai nuk u realizua. Ju kujtohet se u premtuan shumë garazhe me katën Tetovë, as edhe një të vetme nuk e realizuan. Ju kujtohet se premtuan që parkingjet do të jenë pa pagesë, po përkundrazi kemi një rritje të çmimit, bile edhe shumë vend parkingje që ishin falas, ato u bën me pagesë. Ju kujtohet se premtuan ndërtimin e stadiumit qytetit, por për fat keq sot kemi 2 tribuna më pak të stadioni jonë. Ju kujtohet se premtuan kanalizim e ujësjellës këtu në Xhepçisht edhe gjithandej nëpër qytetin tonë, as edhe një të vetme nuk e realizuan. Ju kujtohet se premtuan ndërtimin e shkollave të reja, fatkeqësisht kemi një shkollë më pak, se e prishën edhe shkollën tekstile. Premtuan ndërtimin e bazeneve, fatkeqësisht edhe një të vetmin që ishte në Tetovë nuk mund ta mirëmbajë. Premtuan ndërtimin e sallave të sportit tjera, fatkeqësisht edhe sallat aktuale nuk kanë kapacitet menaxherial që t'i mirëmbajnë. Edhe kjo salla këtu në Poroj aktualisht është jo funksionale. Pra, nga të gjitha premtimet që këto i dhanë në vitin 2021, as edhe një të vetme nuk e realizua. Do ishte e mira që udhëheqësia aktuale e komunës Tetovës të del para qytetarëve, të kërkojë ndjesë publike për gjithë atë mashtrim politik që e bën, për gjithë atë gënjeshtër që e bën në vitin 2021 dhe nuk realizuan as edhe një të vetme. Në anën tjetër, ne për këtë zgjedhje kemi propozuar një program shumë të thjeshtë, të qartë, konkret, me projekte konkrete, një vizion shumë të qartë për zhvillimin e Tetovës, me gjitha kapacitetet e nevojshme që do i duhen një qyteti modern, siç i ka hije kryeqendrës kulturore, kryeqendrës administrative, kryeqendrës zhvillimore ekonomike, siç është komuna jonë. Dhe ne programin ton zhvillimor e kemi ndarë në 3 shtylla kryesore. E para do jetë infrastruktura dhe planifikimi, dhe në këtë pjesë do ju lutem që të na ndjekni gjatë gjithë periudhës parazgjedhore, se do i shtjellojmë një nga një, se për fat keq nuk do mundemi gjitha këto projekte për një kohë të shkurtër t'i prezantojmë. Ne do e sjellim planin gjeneral urbanistik, të cilin e premtuan udhëheqësia aktuale dhe nuk e bën. Do e bëjmë planin detal urbanistik jo vetëm në Porojë e Xhepçisht, por në të gjitha pjesët e qytetit, se nuk guzon qyteti, kryeqendra e shqiptarëve, të ketë një zhvillim jo normal, një zhvillim kaotik, edhe urbanistik, po edhe infrastrukturor. Besoni se gjitha projektet aktualisht që janë duke u ndërtuar janë pa leje ndërtimi, janë një improvizim i çuditshëm që udhëheqësia aktuale dëshmon pa aftësinë komplete që ka për menaxhimin e projekteve të tilla në komunën tonë. Ne planifikojmë që Xhepçishtin e Porojën të integrojmë, të jenë pjesë integruese e komunës së Tetovës.
komuna e Tetovës do zhvillohet më në këtë pjesë dhe gjithsesi se gjitha këto projekte do jenë një e kaluar si puna e kanalizimit, ashtu siç e thatoni ju kujtohet se ne ndam 35 milion euro për kanalizimin e fshatit Gjëpçishte Poroj, mirë po për shkak të paaftësisë, të neglizhencës së komunës Tetovës, ai projekt sot është anuluar dhe ne do bëjmë gjithçka që përfundimisht ai projekt të jetësohet dhe kjo pjesë shumë e bukur e qytetit t'i ngjajë asaj që meritojnë banorët e kësaj ane. Po nuk do jetë vetëm pjesa e infrastrukturës që do jetë një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit të programit tonë politik, edhe pjesa sociale, edhe pjesa e zhvillimit ekonomik do kenë një vend jashtëzakonisht të rëndësishëm në programin tonë dhe në 4 vjeçarin e ardhshëm do zhvillohen një nga një. Se edhe po ju ofruam, edhe po ju ndërtuam gjitha këto projekte në këto anë, nëse këto 3 nuk do kenë ku të punojnë, nuk do kenë vende pune, me siguri se joshja e perëndimit do i zbras një nga një fshatrat tona. Prandaj ne planifikojmë që prioritet numër 1 të jetë që t'ju krijojmë një shpresë, t'ju krijojmë një perspektivë, një të ardhme të sigurt, që të gjithë të rinjt Tetovën ta shohin si një vend banim të jetueshëm, përkundër asaj që sot e shohin një vend banim, një qytet të pajetueshëm. Dhe këtu vend shumë të rëndësishëm do ketë zhvillimi i Kodrës Diellit. Ne kemi një projekt të gatshëm për të ndërtuar edhe pjesën e gondolës, edhe pjesën e parkingeve, por gjithë infrastrukturën qytet, me gjithë infrastrukturën do ndërtohen mbi 20 hotele në Kodrë të Diellit, do ndërtohet një bazen për borë artificiale, do ndërtohen shtigje të reja të skijimit, edhe shumë detaje tjera, të cilat do ta shndrojnë Tetovën tonë në një qendër turistike, e cila do ketë një impakt jashtëzakonisht të madh, jo vetëm për zhvillimin e Malësisë, jo vetëm për zhvillimin e Tetovës, po për gjithë rajonin kollor. Dhe besoni se kemi bërë gjithçka, kemi gjetur edhe investitor, një kompani me kapacitet jashtëzakonisht shumë të financiar, me përvojë shumë gjatë menaxheriale që menaxhon disa qendra të rëndësishme nëpër Evropë, dhe kjo do e shndrojë qytetin tonë në një qendër të rëndësishme, 4 stinore të turizmit që do e frymojë Tetovën tonë, që sot për fat të keq ndihet një apati e jashtëzakonshme. Të dashur miq, aspekti lokal e ka rëndësinë e jashtëzakonshme, mirë po në këto zgjedhje ne nuk duhet vendosim se vetëm për atë se nëse do i menaxhojmë ne apo do vazhdojnë ta menaxhojnë kundërshtarët tanë politik. Këto zgjedhje kanë edhe rëndësinë politike, sepse ne përfundimisht duhet t'ju tregojmë atyre despotëve të Shkupit se nuk janë këta përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve. Dhe Tetova do jetë piknisja e këtij ndryshimi të madh. Përgjegjësia jonë është e jashtëzakonshme. Prandaj do ju lutem për një mobilizim të madh që përfundimisht ta kenë një grush të fortë mu këto në Tetovën tonë dhe ta kuptojnë se me dinjitetin shqiptar nuk luhet. Ju falenderoj.